Prime dita e çlirimit të qytetit të Vushtrisë. Kjo është një ditë e madhe, është dita më domethënëse për të gjithë neve. Andaj, dua që t'i falenderoj nga zemra të gjithë ata që kontribuan, veteranë dhe invalid të luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës, bashkëpunëtorët tanë, të cilët në gjitha periudhat që kaloi populli ynë bashkërrugtuar me neve. Nuk ishte çdo herë kjo ditë, ishte një kohë shumë e vështirë. Këto sheshe dukeshin ndryshe, ky qytet duke ndryshe, dhe asgjë nuk ndodhe e rastishme. Edhe liria që gëzojmë sot nuk ishte e rastishme. Ajo i ka rënjet në gjak. Kjo tokë u jit me gjakun e bijve dhe bijeve më të mirë të kombit tonë. U dërë gjak, u dërë lot mund e sakrificë për të ardhur të kjo ditë, për t'ju gëzuar kësaj dite, që sot kjo rini e jonja, që sot kjo popull i jonë, të jetoj lirë, të festoj i gëzuar, nën flamuj kombëtar dhe shtetror. Andaj, t'i çmojmë dhe respektojmë vlerat e luftës, të përulemi para dëshmorëve të kombit, ata të cilët e derdhën gjakun për këtë ditë. T'i falenderojmë përjetësisht aleatët tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, të cilat na ndihmuan që të vijmë në këtë ditë. Sot është një ditë e veçantë, edhe për faktin se në sheshin Adem Jashari jemi të buar të gjithë për të festuar këtë ditë të shenjtë. Sot kemi para vetes edhe dy persona të cilët Kuvendi i Komunës së Vushtrisë i ka nderuar me çmimet më të larta. Nesimi Spahiu me çmimin Deri i qytetit dhe invalidin e luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës, i cili i la gjymtyr në arenat e luftës për ta gëzuar sot lirin Jonuz Halili me çmimin Emblema e Vushtrisë. Çlirimi i ushtrisë nuk është thjesht një datë në kalendar, është një kujtesë e përhershme e sakrificës së bijve dhe bijave më të mirë të këtij vendi, të cilët dhanë jetën për ta parë Kosovën e lirë dhe të pavarur dhe krenare. Në këtë ditë, secili prej nesh ka obligim moral dhe institucional të porulet me respekt dhe mirënjohje përpara veprës së dëshmorëve dhe martyrëve tanë. Të nderuar qytetarë, kur sot ne po e kremtojmë 27 vjetorin e çlirimit të qytetit tonë, padrejtësisht mbahen prapa grilla me akuza krejt e fabrikuara çlirimtarët. Themeluesit e Shtetit dhe Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ish presidenti Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Ata burra nuk bën asgjë tjetër, vetëm se ja atribuan mundin dhe jetën e vetë lirisë dhe pavarësisë e Kosovës. Të dashur veteranë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, une po ju drejtohem juve si çlirimtar, ndjenu krenar sepse ju jeni çlirimtar, sepse ju ja atribuat jetën ardhërt. Ju ketë me fat se nuk dashni Zoti që ju t'jeni bashkë me dëshmorët atje, me shokët e juaj, dhe jeni sot për ta kremtuar këtë ditë, për t'i përkujtuar dhe falenderuar dëshmorët. Ju gjeneratat e reja e gëzofshi këtë ditë me shëndet, e trashëgofshim brez pas brezi, të kujtojmë se për këtë ditë është rrugtuar gjatë, jo një dekadë, por më tepër se një shekull, brez pas brezi, deri të vimi të kjo ditë e madhe të dita e lirisë. Andaj, edhe një herë, dua që të gjithë juve, t'ju shoh kështu të bashkuar, t'ju uroj këtë ditë e madhe, ditën e çlirimit të Vushtrisë, t'i falenderoj nga zemra të gjithë ata që kontribuan për këtë ditë, lavdije përjetshme dëshmorëve të kombit,
nderim dhe mirënjohje e përhershme për të gjithë ata që kontribuan, respekt për familjet e dëshmorëve e gëzofshim dhe trashëgofshim këtë ditë. Urime. Ju, familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran dhe ju të praneshëm, të dashur nxënës, të dashur pjesëmarrës, këtë liri nuk na dhuroi askush. Këtë liri e fituam me mund dhe me gjak, sepse komuna jonë në të gjitha etapat, por edhe në luftën e fundit paguam shtrenjtë, duke i dhënë 565 viktima e 67 dëshmorë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Në mesin e viktimave kemi edhe 77 të dashur ju fëmijë, nën moshën 18 vjeçar. Kjo tregon me çfarë agresori patëm punë. Prandaj nuk ishim faj fëmijët, po ishim faj vetë kombi shqiptar. Dua ta citoj një thënie të komandantit legjendar Adem Jashari, i cili pa thënë në Tiranë: kur do t'i kemi ne varresat e dëshmorë, gjatë vizitave të varresat dëshmorën e Tiranë, pa thënë, kur do t'i kemi ne në Kosovë varresat e dëshmorëve. Prandaj fal komandantit, familjes së tij dhe luftës sonë të lavdishme të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, ne kemi edhe varresat e dëshmorëve, sepse nuk do të kishte kuptim kjo liri pa gjakun e dëshmorëve dhe pa luftën tonë të lavdishme të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Prandaj këtu juve organizatorëve një vërejtje. Tu dash të ketë sa më shumë flamoj të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Tu pisha vetëm dy, po dash të vajloj sepse ne e shihni nëpër media, nëpër televizore, fillon po na shohin. Po kur jenë të pranishëm vetë, emblema ushtrisë shkrimtare e Kosovës, aja vetë tregon për lirinë dhe në për çfarë etapa ka kaluar vendi ynë. Prandaj edhe një herë, në emër të shoqatave të dalura të luftës, Dega në Mëshri, i nderuar i kryetar, urime kjo ditë, të nderuar ju familjarë të dëshmorëve, veterani invalid, urime e gëzofshim. Falënderes. Mirënjohja me motivacion në shenderimi për kontributin, guximin dhe sakrificën në radhët e UÇK-s në luftën për liri dhe çlirim të ardheut, i ndahet zotrit Nazim Hamiti. Me po të njëjtin motivacion, mirënjohje i ndahet zotrit Hajzer Duraku. Ahmet Gjaka. Titullin Deri i qytetit me motivacion për një jetë të thënë në zhvillimin e jetës kulturore të qytetit, edukimit qytetar dhe vlerave njerëzore që ka përcjell ndërbreza, nderohet zotri Nesim Isfahiu. Përshëndetje të gjithëve. Së pari ju uroj ditën e shlirimit me të gjitha të mirat e pa e haruar sakrificat që kanë dhënë herojt dhe punën e tyre ne duhet ende sot e kësaj dite duhet me çmuar dhe mos me harue kur. Kryesore është
në këto festa, fjalët janë të tepërta, duhet me tregu edhe me punu edhe me gjithë zemër që e nesërmja do të jetë ma i mirë dhe ma të lumtur për të gjithë qytetarët dhe qytetin Vështërës heroike. Ju faleminderit të gjithë. Ndërsa çmimi e emblema e Vështrisë me motivacion për guximin dhe sakrificën e tij në luftë për shlirimin e vendit si dhe lirinë të cilën e gëzojmë sot, ai mbetet simbol i qëndresës, dignitetit dhe dashurisë për atëun. Ftojmë zotrin Janus Halili, invalid i luftës UÇK-s, që të pranojë çmimin. Zotri Halili. Përshëndetje për të gjithë dhe ju uroj ditën e çlirimit të komunës së Vështrisë. Respekt për gjithë.